Shënohet dita e dëshmorëve të kombit që kanë dhënë jetën e tyre për liri, demokraci, të drejtat e njerëzit dhe dinjitetin e çdo shqiptar. Dita e dëshmorëve ka origjinën në 5 maj 1942, kur u vraq Kemal Stafa, i cili me veprimtarinë e tij u kthye në simbol të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Në nderim të kujtimit të rënëve për lirinë e vendit, çdo vit në varricat e dëshmorëve kryhen homazhe nga krerët më të lartë të shtetit shqiptar. Përpara krijimit të shtetit shqiptar, populli i kujtonte dëshmorët dhe mbante gjallë legjendat e tyre përmes këngës epike dhe trashëgimisë të historisë së tyre nga brezën e brez. Pas shpalljes së pavarësisë në vitin 1912 e deri në vitin 1945, shteti shqiptar nuk krijoi një status ligjor për dëshmorët e atë. Gjatë luftës nacionale çlirimtare, nisën përpjekjet e para për të ndëruar dëshmorët e rënë në fushë betejat. Pas zgjerimit më datën 28 gusht 1945, Kryesia e Këshillit Antifashist Nacional Çlirimtar miratoi ligjin numër 109 mbi shpërblimin e familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Ky ligj sanksiononte trajtimin e familjeve të patriotëve që kishin luftuar rënë për atë dheun edhe para luftës antifashiste nacional çlirimtare. Në kohën e rilindjes kombëtare, në luftrat për pavarësi, duke shënuar kështu përpjekjet e para për një ligj integral për dëshmorët e atë dheut. Në vitet 60, statusi i dëshmorëve përpunohet më tej dhe zgjerohet, duke specifikuar termin dëshmorë atë dheut. Në këtë ligj futen edhe varrezat e dëshmorëve të atë dheut, të cilat u ndërtuan në të gjitha qendrat e rrethëve të vendit. U ndërtuan edhe varrezat e dëshmorëve të atë dheut në Tiranë, me monumentin nën Shqipëri. Në vitin 1992-1993, me ndërrimin e sistemit politik pësoi ndryshime dhe statusi i dëshmorit të atë dheut. Në vitin 2000, pas shumë përpjekjeve u miratua ligji numër 8607, datë 27/4, statusi i dëshmorëve të atë dheut, në të cilin përfshin dëshmorët e të gjithë periudhave historike, madje edhe të rënët në vitet e 1997-1999, në Shqipëri dhe në luftën çlirimtare të Kosovës.